بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ndërum besimtar, neve dal nga dal po afrohemi edhe fundit të këtij kapitulli lidhje me etikën dhe normat ose disa rregulla shariatike dhe disa morale ose sjellje shariatike që kanë bënë me disa vepra. Kem filluar mbi disa smundje të zemrës e më pastaj autori ka rëndit disa prej temave që kanë ndërlidhje me gjunojnë ose me smundjet e zemrës. Nëse jo direkt, kanë ndërlidhje në mënyrë indirekte si shkak shembull, nëse njeriu nuk i kushtohet si duhet, e trajton për një kondit gabushëm, atëherë din me kon tregim ose kallëzim që zemra e tij ka defekt. Si për shembull, kur kem fol për menemasin ose për zilin ose për kooperacion ose për aja që quhet tanafus ose shtymja njerëzve në dynjë. Këto janë smundje zemrës direkte. Mirë po i ke marrë disa prej veprave, si shembull fatkesit natyrore, ose fatkesit ose smundjet psikologjike, ose smundjet në tërsi. Këto në vetën e vetë nuk janë smundjet zemrës, këto janë ndodhi. Po nëse njeriu nuk bashkëvepron me to si duhet, tregon që zemra e tij ka plasaritje. Pra njeriu i cili nuk e njeh Zotin sa duhet, ai nuk din me e kuptu as kaderin, po as fatkesit natyrore. Personi që nuk ka lidhje me Zotin ose mbështetje tek ai nuk din me bashkëvepru me ankthin dhe me depresionin dhe me stresin. Këto vepra dhe ngjashme si këto, individi kur e ka këtë problematik, ku është baza e problemit? Është zemra e tij. Andaj autori kemi thonë dhe po e përsërisim këtë ders fundit të këtij kapitulli se i ka dhënë ndysh disa vepra që janë direkt smundje të zemrës dhe disa vepra që tregojnë që zemra ka të lashë ose plasaritje. Që në pomjen e tyre janë vepra të përgjithshme, kadere dhe caktimet të Zotit, mirë po nëse njeriu nuk e njeh Zotin e sheshin në ato vepra bjen pe provimit ose bjen sprove tyne. Në vazhdimsinë e këtyne etika dhe normave të këtyre tema, janë edhe këto dy tema që janë dy tema ndara, mirë po i kemi bashkë për shkak se janë të shkurtura dhe këto dy tema janë jashtëzakonisht me rëndësi. E para ka të bëjë me betimin. Njeriu kur betohet pasha Zotin ose për Zotin, të dyja në gjuhën shqipe kanë njëjtin kuptim, dhe njeriu kur zotohet. Nëse Zoti i madhrum ma bën këtë mirë, ose ma jep këtë dhurat, ose ma jep këtë që unë personoj këtë sukses, unë e për te si kompenzim, ose si falenderim, ose si minjohje ka me bo këte ose ate. Këtina i thojnë zotim. Andaj do munohemi të dy temat, njerë mi shpjegu teorikisht çu ndodhin, me pastaj ajete dhe hadith që kanë bëjnë me te. Betimi është një vepër për veprave që shariatikisht është adhurim. Shariatikisht është i lejuar. Njeriu me bë betim, me u betu, është lejes. S'është ndaluar. Por nëse njeriu betohet ku kërkohet prej tij me u betu, është adhurim. Po në tërsi, ulemaja thonë betimi si betim është çështje e lejesës. Tani me pastaj kanë folë rreth asaj se më mirë është njeriu me u betu sa më rrallë. Pse? Sepse kësaj edhe e dobëson. Wa ma qadarullahu haqqa qadri, ka thënë Zoti në Kur'an, dhe nuk e kanë madhru Zotin sa çdo me madhru. Nuk e kanë vlerësu Zotin sa do me vlerësu. Thonë ulemaja tek çështja e betimit është ajo se njerëzit që betohen shpesh ose shumë, ja hupin betimit ose Zotit vlerën sa duhet me e çmu. Ndërsa nëse kërkohet për tjera normalisht se duhet me dëshmu, edhe duhet me u betu. Tani betimi, për me kuptu na malet, ulemaja e ka ndonë në kategori. Ka thonë betimi fillimisht është betimi në të kalumen. Betimi në të kalumen. Për atë që ka ndodhë. Njeriu kur betohet për të kalumen thot,
për Zotin ose pasha Zotin ka qenë kështu, ose ka qenë ashtu. Ndoshta i kërkohet me u betu, ndoshta si kërkohet hiç. Po është interesu me të regu një ngjarje në realitet. Ulemoja thojnë, betimi karshineve i ka dy konde. E ka kondin e parë, a është halal, a është haram, a është me ven, a s'është me ven. Dhe ka kondin, kur neve betohemi, çka mas ti betimi. Nëse jemi betu edhe kem realizu betimin, jemi në rregull. Po nëse jemi betu në diçka, po se kem realizu, si quhet kja? Quhet thymje besës, thymje betimit. E thymja betimit do në kefaret do shpagim. Të nën popull është e njohshme kjo meselë dhe thojnë, unë u betova rraj shumë një ven, ose u betova gabu shumë, e ja gjeraj 30 dhe zbat nëmi. Kjo shprehje, ose këtë tregim i kësaj llojet, është komplet i gabu shumë. Në një është i gabu shumë, sepse njeriu, kur betohet rraj shumë, të e di që është u betu rraj shumë, ulemaja thojnë, nuk ka shpagim që shpagun. As uji i detit nuk e lanë. Sepse ka mundësi në atë betim që ka vorraj shumë dikujt, i hahet hakë. Dhe ky njeri është person që ka dënimin që e merr para Zotit në gjykimit. Sepse i është hanë haku dikujt. Me pastaj kanë thonë duhet me u shpagu si çështje e përgjithshme mirë, po prap shpagimi është i gabuar. Shpagimin që e përmenëm na. Agjerej 30 është i gabuar, sepse shpagimi i betimit nuk është 30 agjerim. Po para 30 agjerim janë 3 vepra tjera. E Allah thot nëse këto 3 vepra s'muni me i bo, atëherë kaloni tek agjerimi. E që shumica njerëzve kanë mundësi me i bo njëme pej 3 variantave që Zoti ka përmend. Këto janë 2 çështjet ose 2 format që neve kemi karshi betimit. Pra në ne, ose ka të bëj betimi jon me diçka që është e sakt ose pa sakt, e rrok harami ose halali, ose është diçka që e kemi ndërlidh neve betimin, edhe jemi lidh me betimin. Me atë që kemi thonë pasha Zoti ka me bo kështu, ose ka me bo ashtu. Edhe se ban. Jemi lidh me betim. Në momentin që je lidh me betim dhe ndodha ja ndodhi, ti nuk e realizon atë ndodhi, atëherë ke thy betime dhe duhet ky betim me u shpagu. A majtu men? Ndërsa praktikisht ulemaja thonë i kemi 4 pomje, 4 forma. Ose 4 ngjarje, 4 kohra ndodh betimi. 4 situata. E para për ty në është kur njeriu betohet për të kaluar. Ka ndodhur një ndodhi dhe njerëzit kanë mos pajtime. Një për ty në je dhe ti. Ose je i përzim mesele, ose dvesin njerëzit. Ti a je dëshmitar, a mund më na kallëzu se që kjo vepra ka ndodhur apo s'ka ndodhur. A ka ndodhur kështu ose ka ndodhur ashtu dhe ti e kallëzon tregimin. Mirë po, ndoshta njerëzit për me të besu kërkohet me u betu. Edhe njeriu këtë rastet, pasha Zotin e madh, kjo vepër ka ndodhur kështu, ose e kum po ashtu. Që ky njeri kur betohet në Zotin e madh këtë rast, ti ose unë ose kushdo qoftë, që ky njeri ka shiq asoj vepër, që e vepër është që ka ndodhur, apo është të ndodhur, ose që ka ndodhur. Ulemaja thonë këtu nuk ka shpagim. Po këtë çka ka? Këtë ka ose ka thonë realitetin, ose ka gënjë. Nëse ka thonë realitetin, shpërblehet. Nëse ka thonë gënjeshtren, atëherë vjen pyetja. Nëse kjo gënjeshtër ja jep hakun e dikujt tjetër, atëherë kjo hyn te shpagimi, po hyn te ai gjëra i madh. E këtina i thonë ulemaja, na vjen pas pak, betimi yemin el-ghamus, betimi i rond, i thellë. Pse kështu? Sepse është fut në një grop e gropave xhehenamit rona. Ka bo betim rrajshëm, që kjo punë ka ndodhur kështu, dhe si rezultat do të mundo drejtësia. Bos fjales ti, nësë është e gabueshme, nësë është e rrajshme, që ky individ e ka ndohë hakun e dikujt, e ka ndohë dikujt tjetër, edhe për që të hak do të shpaguhet në ditë gjykimit pashare. Sepse këtë botë mos ka kohë për shpagim, këtë nuk e lën as pendimi, nuk e lën as istighfari. Pra betimi kur ndodh për të kaluar. Ka betim që ndodh për të ardhmen. Dhe në këtë betimin që ndodh për të ardhmen është tema jonë
një për dy kondave. Kondi që ndëlidhet me shpagimin ose realizimin. Betimi për të ardhur qysh ndodh thot pasha Zotin e Madh nesër ose në të ardhmen ose filën ditë ose masoj punë ose masoj kohë ko me bo umrën. Ose ko me bo namaz nate. E lidh betimin e tij me një synim për synime që e ka. Ose ka të bëj me diçka për gjërave praktike. Pasha Zotin ko me pagu borxhin ose pasha Zotin ko me ble filan veturën. Ose ko me bo filan adhurimin ose filan veprimin. Ulemoja gjithmonë e boj si përjashtim kur është çështje dynjos që është pa vlera, është më e lehtësuar. Mirë po zakonisht në të ardhmen dhe lidhe shumë gjona, që njeri e lidh betimin e vetë me te. Në momenti që dhe pasha Zotit ko me bo këte, ose ko me vepru kështu, që kjo njëri është lidh. Edhe i thojnë betimi i lidhur. Betimi i lidhur. Prej momenti që kemi bo betimin, deri në momenti që vje koha me zbatu, që kjo njeri është i lidhur vetja ti me betimin, Zot. Dhe që kjo individ e ka ndëlidh betimin e tij dhe është qysh me thonë bes. Në momenti që vje koha, ky njeri e ka obligim me bëhet vepër. Por derisa kur është betu, e ka pas nafile. Sa kur është njerëz që betohen, nuk betohen për diçka që është obligim. Po e obligon veten. Betohet për diçka që është liri zgjedhje. Sikurse i premton dikujt thot, pasha Zotit thot, ka me të dhonë një dhurat të mirë. Nëse e kaloj provimin, ka me të dhonë një dhurat të mirë. Që ky lloj betimit, edhe pse ka ndërlidhje me zotimin, po neve veç po duhet me sqaruar çysh bëhet lidhja e betimit, lidhja me një vepër. Nëse ky njeri e bën betimin kështu, ky e ka ndërlidh veten me betimin, kur vjen koha mu kry veprimin. Nëse kry veprimin, ka problem. Po nëse nuk e kry veprimin, ky njeri quhet thysi i betimit ose thysi i amanetit. Që ky njeri çfarë pozite ka? Që ky njeri kur e thën betimin, Allah i madhru po thotë Kur'an, Allahu juaj nuk ju merr juve në përgjegjësi, por betimet që i bëni shkeleshka. Edhe kjo pikë na vjen pas pak. Mirë po thot Allah i madhru ju merr përsipër dhe në përgjegjësi. Ju merr përgjegjësi për çka? Thot për betimin që e keni lidh. Cili është betimi i lidhur? Që thojmë pasha Allah kom me bokte pra për të ardhmen. Je lidh me qatë veprimin në një kohë të caktuar ose në një vend të caktuar. Dhe vazhdim të ajetit, sa ajeti është i gjatë, thot e ai që smunet me zbatu këtë betim, thot ka bo haneth, henth, e ka thyr betimin, që ky njeri që ka thyr betimin, çka detyrohet dhe obligohet, thot Allah i madhrum, me ushqy 10 të varfër, me ushqimin mesatar të atij zemani ose asaj kohe, atij zakoni. Ose thot me i vesh ata 10, pra me vlerë rroba me i vesh, ose me liru një rob. E a kuptum çka është kompenzimi i betimit? Pra njëna për këtyne 3 forma. Për hjekmi formën e tretë, lirimi i robit nga se në të zakonshme s'ka. Në të zakonshme nuk ka. Atëherë mbetet që njeriu që e thën betimin, por me kompenzu, me e shpagu, me bo kefaret, duhet njënën për 2 javë. Ose me ju dhonë ushqim 10 persona për ushqimit ose sasis që e kitë zakonshme, sepse dikush mund me homër shumë, dikush mund me homër shumë pak, po te duhesh me morë mesatarën që është në atë vend, e me pas taj ulemoja kur debatojnë që sa është a duhet një obra ka një ditë, me afërt është një ditë, pra njërin me ushqy, pra ose 10 ditë një miskin, ose 10 miskin për i herë, ose me i vesh ata. E nëse thot qëllën personi, qëllën për njerëzve që nuk ka mundësi është fukara. Edhe ka thy betimin, thot që ky individi ka lënë në 3 ditë që në agjerim. Kur ka lënë me agjeru 3 ditë? Kur nuk ka mundësi me e shpagu me ushqim ose me blerë, ose ka mundësi me aspektin material. Nuk ka lek shkurt. Që ky person kalan tek agjerimi 3 ditë, sepse njeriu me agjeru
nuk ka nevojë pagesë, nuk ka nevojë mund, është ai mundi i shëndetit. Ndërsa ajo që është për hapën e na më të madhe është se nëse ke bo betim, don me shpagu, zakonisht kur dojnë me bo hile që kanë bo rajshëm, atëherë thojnë agjeron 30, e që nuk është e sakt, as të gënjeshtra, po s'është e sakt as të forma e shpagimit. Sepse njeriu që i ka mundësit me i dhonë 10 persona ushqim ditës, presupozojmë nëse të na bëhet 200 krona dita, atëherë i vije 2000 krona. Nëse njeriu ka 2000 krona, nuk lejohet ai bodi hava, agjeron 30, betimi i tij është met, shpagimi i tij s'është realizu. Lloji tjetër i betimit është kur njeriu betohet për të ardhmen, mirë po ka qëlluj dishum. Dhe këte ulemoja shpesh e përsëritin dhe i porosisin njerëzit. Me dalluaj që din me ato që s'din. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, ai i cili thot, ai i cili betohet, mirë po mas betimit ti, thot insha Allah. Thot pasha Zoti ka me shku me vizitu filonin, javën e ardhshme. Po mas i thot pasha Zoti ka me vizitu filonin, thot insha Allah. Kur vjen momenti i vizitës, nëse ky s'mundet me e bo vizitën, për shkak të fjalës insha Allah, nuk ka nevojë me shpagu. Sepse fjala inshallah nëse do Zoti nuk e bën lidhjen, po e kalon në neutralitet, e kjo për rahmetit Zotit. E ulemoja shumë e Zotin muhabetin këtë pikë, sepse thojnë për deri sa Zoti i madhruar dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam na kanë qelë që derë. Andaj thëtë mësoj e gjuhën me bo betim, me fjallin inshallah, që në rast se s'munësh me e zbatu, atëherë nuk e kjo obligim me kompenzu. Sepse edhe kompenzimi shpesher dhe me ka i vështirë ose i harrushëm. Pra deri tash i mësum një 2 apo 3 forma që neve na mësum se qysh do të betimi. Është forma e radhës, që është forma e asaj që përmendëm kalimthi, se kur njeriu betohet, po betohet rrajshëm. Qysh i bjen kjo betohet rrajshëm, kur e din që do të betohet rrajshëm. Sepse nëse njeriu ulemoja ka bërë si degzim në veti, ka thonë nëse njeriu betohet, jam mërmenja që është ashtu. Kjo i bjen nëse njeriu është 70-80% i sigurt, po nuk është 100%. Kjo kategori nuk hin as te gënjeshtra, po nuk hin as te betimi. Ulemoja thonë nëse thot me nim tina që pasha Zoti kështu ka ndodhur, kështu është menimi jam, nuk ka gënjy, edhe nëse ka gabu. Mirë po kur individi e ke ndodhë zakonshme ndodhë ku mundo pjesnia që thëmë na, ku mundo situata. Thiri njerëzit për dëshmitarë dhe t'i bënë bej. Ose ai t'ka pagu, ose s'ka pagu hiç, ose lidhet inati, ose lidhen problemet jetës, edhe thot pasha Zoti thot që ke punë çështo. Po kjo e di që ato rrajt. Që tina i thojnë betimi i rrajshëm, po se po betimi i fundosën i kanë thonë. Disa hoxhallare kanë përkthy si betimi i zhytun. Se në arabisht i thojnë qështu, jemin el gamus. Pse i thojnë i zhytun? Sepse kë e zhyt individin në xhehenamin e ditës së gjykimit. Pra e zhyt njeriu për shkak se kë e din që është gënjim. Edhe shkak i kësaj gënjeshtër ka mundësi dhe kjo ndodh shpesh edhe në gjykata. Ndodh shpesh edhe në pleqni, që shkak i këtij betimi njerëzit ta falin. Për morëm shembull praktik. Neve në traditën tonë e kemi të zakonshme që pleqnar shpesh herë nuk e din kush e ka bo vrasjen, madje nuk e din as gjyqi se nuk ka prova. Dhe e kalojnë situatën prej gjyqit në oda dhe në pleqni pleqnarëve. Hala ekziston kjo tani, si kanon, si ne. Kjo ekziston edhe në botë të njerëzit tjerë. Dhe kur vjen pyetje, nuk ka qartësi, nuk ka argumente, thojnë atëhere, thojnë të na me një farforë me u shpagu ose me u la. Edhe thot, personi betohet, edhe i merr 7 burra, e ata të 7 bashkë me këto bojnë be, që nëse këna bo. Situata nuk është krejt tek çështja e betimit këtu me 7 burra e me 10 burra. Situata është se kur bëhet gjykim, qysh mbetet sipas betimit. Ashtë e qartë? E nëse që kjo që betohet e din që është situata pa rran, pa gënjen, që i bjen këtë? Këtë është do haku i dikurit.
është do haku i dikujt. Ka njëherë mundet me thonë punë pasunie, ka njëherë mundet me thonë punë toke, ka njëherë mundet me thonë punë vrasje. Pra situata është për ma të rona që njeriu ka lënë këtë botë. Të na plesht, po edhe për i fesë është zbatu, njerëzit që e bojnë që i betim që si saj, thojnë ndodh. Pra nëse gënjen, Allah i hakmerët këtë botë. Po nuk është shumë e saktëzume në aspektin sheratik, mirë pa e që është e saktëzume është që personi që bën bekto, qoftë njoni për shtatëve, qoftë një shtati, qoftë një personi që është me ta, edhe din realitetin, po gënjen, dakordohen për me rajt që me shpëtu vetë, këtë është ndo haku i dikujt, ky betim quhet betimi i zhytun, sepse këta janë zhytën në një mëkat, në një gjëna që nuk e lën as ujë detit, nuk e lën as pendimi, nuk e lën as istikfare. Pse sepse është marrë haku i dikujt, e ditën e gjykimit Allah i madhrum nuk ja fal njeriu hakun e tjetrit. Allah të falin nga haku i tij, nga gjunohet që njeriu ka mes tij dhe Zotit, mirë po hakun e njerëzve duhet me u shpagu. A është kjo ky lloj? Pra betimi i rrajshëm është për betime më të rënda. Dhe një lloj tjetër që e përmendin ulemat, që e përmendin na kalimthi është betimi që njeriu e ka bërë zakon. Këtë e përmend Zoti në Kur'an. Shamu njeriu hin në shtëpi. Na për marrë shto shamet e përditshme që ka sot dush. Thot, vallahi ki mul. Çohet njeriu pe vendit vet, e thot bëjro mulën në vend tam. Ti thu jo s'ka mul. Ai thot vallahi ki mul. Thot pasha Zoti s'ka mul. Por kjo shprehja që kanë bën njerëzit në përditshmëri, vallahi ki me bë, vallahi bën kështu ose bën ashtu. Çka është qëllimi me këtë betim? Në realitetin e vetë, fjala vallahi edhe pasha Zotin është betim. Në realitet, ishtë dasht me uqujt betim i lidhën. Edhe ishtë dasht kë individi me ullë, ose mos me ullë, varë që e bon betimin. Ulemaja thojnë, në basë të këtia jeti që Allah i madhru për në thëtë, Allah nuk i merë për sipën, për gjesti në atë që njeriu e ka bo. Betim, lagun. Lagun është, që me thonë një farë betimi pa vedije. Një farë betimi i kodë që shpesh ras kësë din që ka bo betim. Pa njëtë pëse po është betim që është mësu gjuha. Pra dhe mi thonë, zotniti, bo në betim, thë dhe bo në se pas në vrejt vetën. Kjo është që e shprej gjuha, mirë po individi nuk e ka vedije hiq. Që në thënë, edhe lagu el hadith, po dhe, i lagu e imanikum. Ulemoja thënë, parimi është se Allah i madhum nuk në mërë përgjësi për te. Mirë po thënë, duhet keni një gjokë kujdes. Cila është aja? Nëse njeriu shtyhet me individin, vallahi ki me bo qështu, edhe vallahi ki me bo qështu, edhe vallahi ki me bo ndryshe. Thojnë herën e parë, herën e dytë nuk merret parasysh, por nëse përsërit e vazhdon të do të më uzbatu. Pse? Sepse njeriu kur e përsërit, Allah i madhum thojnë ulemat e ka për qëllim, atë që njeriu thot, vallahi pasha Zotit pa vrejt. Pra, ju ka mësu gjuha. Amo nëse njeriu e këmgull, vallahi ki me arë këto, ose sikur se njeriu që bën për dëshmërinë e vet, vallahi veç ki me himën ana. Pra ti e përcill ditë e dera, ose të përcill ditë e miku ose shoku ose rreth, vallahi veç ki me himën ana. Nëse që kjo vallahi veç ki me himën ana përsëritet 2 herë, 3 herë, e vazhdon me këmgull, atëherë llogaritet betim. Çai bie? I bie që ky zotnia do të më përgjigj. Ky zotnia do të më përgjigj. Për ndryshe përgjigjet ky që po bën be. Sepse kur përsëritet disa herë, ulemat thonë kjo nuk mbetet më vetëm shprehje gjuhës. Sepse Allah po thotë ja ka fal atë që është betim shprehje gjuhe. Ama njeriu kur këmgull, i bie se është në vetdijen e vet, është në logjikën e vet, edhe është i vendosur dhe duhet me zbatu. Nëse çdo pikë e kem parasysh, atëherë çka kuptojmë? Kuptojmë se betimi ndëlidhet me shpagim edhe me realizim, betimi ndëlidhet me saktësi dhe me gënjeshtë, edhe betimi ndëlidhet me betim në kam po betohesh. Kjo është pika e tretë, që neve nuk ju qasëm. Ne pjusasëm shumë shkurtimisht, sepse kemi me 10 hadithe kur pejgamberi alayhi salatu wasallam na ka thonë, me të vërtetë Allah ka ndalu me u betu në prind të ju. Allah ka ndalu me u betu që shenë betu Koreshitet, në Latin edhe Uzan, idhuj. Allah ka ndalu me u betu pasha kokën e filanit ose pasha diçka.
Thot alayhi salatu wasallam vazhdim thot ai I cili betohet dhe betohet në Allahun ose let hesht. Ulemoja pe kësaj e kanë nxjerrë në rregull të madhe që thot se betimi ka të bëjë me besimin, me tauhidin. Edhe këtë kapitull e kanë llogarit kapitulli prej tauhidit ose prej akides për besimin, sepse nëse njeriu thot pasha babën ose pasha nanën ose pasha filonin ose pasha fëmin e kështu me radhë ose betohet vetveten, çito betime nuk janë thjesht që ja ka huq betimin, po e ka bën një krim pe krimeve që quhet shirk I vogël. Sepse njeriu kur betohet diçka që është më e madhja, më e vlefshmja. Ajo është Allah I madhruar. Ato janë cilësitë e Zotit, ato janë emrat e Zotit. Nëse njeriu betohet dikën tjetër, automatikisht quhet barazim me Zotin. Po ky s'e ka pas për qëllim, edhe s'e ka bë barazimin e Zotit në esencë. Po e ka bë barazim me gjuhën e vet. Dhe si I tillë quhet shirk I vogël. E shirk I vogël është për gjuna më të mëdha, më I madh se gjuna I madh. Më I madh se gjunohat e mëdha. Por është krim prej krimeve të mëdha. Gjuna për gjunave të mëdha. Ndërsa lejesa tjera që lejon janë kur njeriu betohet pasha Allahun ose pasha atë që ma ka kriju shpirtin, ose pasha atë që ma mbon shpirtin, ose pasha atë që ka kriju qiell dhe tokë, ose pasha Kur'anin, ose pasha Rahmanin, ose emrat e Allahut madhrum, krejt këto janë të lejushme. Pse? Se krejt këto tregojnë për emra dhe cilësitë e Zotit. Të na kanë zakon me pasha Musafin, e që është në rregull, sepse Mushafi ka për qëllim Kur'anin dhe është rregull. Por ndryshe ajo që del në betim jashtë asaj që ka të bëjë me Zotin e gjithësisë, është ndaluar dhe është krim pe krimeve këtë botë, e që duhet me kërku falje, e që duhet me u pendu. Tani afër me betimin e kemi zotimin. Çka është zotimi? Zotimi është kur insani, individi, besimtari, ja jep besën Zotit ose vetit që o Zot, unë kam e bo për ty diçka. Unë për ty kam I fol 2 rekate. O Zot, unë po zotohem para teje, që unë kam e bo kitë mirë për ty. Çfarë qëllimi? Veç me ju përgjigj Zotit me një veprim. Ky është një lloj. Lloji I dytë, zotimi I lidhur. Zotimi I kushzuar. Thot individi që është I smut, ose thot individi që don sukses, ose thot individi që ka hallë dhe derë, thot o Allah, nëse ti ma lehtëson dhe më ndihmon dhe më jap sukses me kalu këtë provim, pasha madhrin tonë. Por shkak të këtij suksesi, unë zotohem se kam I fal 100 rekate, ose 1000 rekate, ose kam I dhon 10.000 kruna sadak. Në momentin që realizohet, kë ka hin kusht dhe ka hin lidhje, sikurse te betimi. Dhe duhet çfarë? Duhet me zbatu. E kupton çfarë zotimi? Pra betimi kemë thon pasha Allahun ka me bë kështu. Kurse zotimi është me ia dhon besën Zotit, nëse ti o Zot u ndihmon këtë derë, ose këtë sukses, ose këtë smundje me e kalu smundjen, unë kam të përgjigj me diçka për vullnetarizmit. Çka është dispozita e kësaj? Ulemoja thonë, me bo njeriu zotim pa kusht është I lejushëm. Unë për japi besën Zotit që sonte kam I fal 20 rekate nafile për Zotin e madhrueshëm. Çka është zotim? Unë ja ku dhon besën Zotit, ja ku dhon me njet, besën vetit që kam e zbatu. Kur vjen nota duhet me zbatu. A ka ndëlidh me diçka këtë zotim? Jo. Thjesht po du, ja ku dhon besën Zotit që kam ju përgjigj me shita. A bën që ky zotim bën. Po çka nëse se zbatan? Duhet me kompenzu. Cili është zotimi I dytë? Zotimi I dytë është zotimi me kusht I lidhur, I cili thot nëse Allahu I madhruar ma largon këtë smundje, edhe më shëron, unë kam ju përgjigj me këtë dhe atë. Ky është I lidhur. Çka thonë ulemoja për këtë? Thonë që ky zotimi I lidhur nuk është shumë I pëlqyeshëm. Nuk është I mirë. Nuk është mirë me bë. Sepse pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë, mos u zotoni. Sepse zotimi nuk të vjen hajër. Mos u zotoni, sepse zotimi nuk të vjen hajër. Pse? Sepse ti, që thojmë në popullatën tonë, çat zet na shtaj shumë
optimist që e bën, po ka mundësi vështirësohet ose në bën. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë mos u zotani. Po çka nëse ky njeriu është zotu me kusht? Nëse Allahu më jap sukses ose nëse Allahu më shëron nuk më bë këtë, atëherë edhe pse s'është i pëlqyer shumë, momenti që ka bë zotimin duhet me zbatu. Duhet me zbatu. Sepse është zotun çka, është zotun diçka të hajrit dhe të mirë. E që i bie zotimi në diçka që është adhurim e vlefshme. Këto dy raste që i përmenëm na, ka të bëjmë me zotimin e hajrit, me zotimin e të mirës, me zotimin që ka me bo për Allahun diçka për adhurimeve. Nëse Allahu ma jap këtë mirë ose këtë shpërblim, ose nëse Zoti më jap mu evlat. Unë për Allahun e madhrum, ka me dhonë shpinë sadak, e supozoj. Se njerëzit, këtë botë kanë kërkesat shumëta. Edhe njeriu nuk është larmeç që thot nëse Allahu më furnizon mu me fëmijë, ose ai që ka veçi ka thot nëse më furnizon Zoti me djalë, ai që ka veç djem thot nëse më furnizon Zoti me vajzë, o Allah për të japi besën që nëse ti unë begaton me qitë mirë, unë e ka me dhonë këtë pasuni dhe atë pasuni. Edhe njerëzit janë gatshëm kuptimin e parë, po kur vjen dhurata, shpesh herdin më u vështirësu. Tash pejgamberi neve për na këshillon, mos bëni kësi zotimi, mos bëni kësi zotimi. Kjo është këshilla e tij. Po nëse njeriu e ka bë, pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë duhet me vazhdu. E çka nëse ndodh begatia e ti s'munësh me bë zotimin, çka duhesh? Duhesh me shpagu. Cili është shpagimi i zotimit mos realizum, në këto dy pika që i përmenum, sikur se i betimit. Me i ushqy dhe të varfën, ose me i vesh, e nëse s'ki mundësi, atër me agjëru 3 ditë. A e kuptum që të pjesë të zotimit? Zotimi me dëshirë edhe zotimi me lidhje. Tani kemi do zotime tjera. Zotimin gjëna. A ka mundësi njeriu me bë zotim gjëna? Ka mundësi. Njerëzit këtë bos provohen ndrysh edhe shumë lloje. Edhe këta e ka para po pejgamberi alayhi salatu wasallam kur ka thonë kush zotohet për me u bind Zotit, për me falenderu Zotin, le të bën. Kush zotohet për me bë gjëna, mos të bën. Sepse nuk ndërlidhet zotimi me gjunohin. As mos të bën gjunohin, po edhe nëse se ka bë gjunohin, nuk ka nevojë me shpagu. Sepse ky zotim nuk lidhet hiç. Ky zotim nuk lidhet hiç. Kemi edhe një lloj tjetër zotimit, e që pejgamberi ka folë për të gjëra gjatë. Zotimin që e kanë bërë disa njerëz në kohën e tij, e që kësi zotimi bojnë njerëzit kësi zotime shpesh. Sepse prapë po thonë njerëz janë të çuditshëm. Njerëzit këtë botë janë të çuditshëm. Dhe këto tema është mirë njëri me i përsërit, ose të paktën më mojnë me këto pika që i thamë, se këto janë baza, temeli. Zotimi atij që thot ka me bo filën punën, po s'ka mundësi me bo. Qysh e dikë që s'ka mundësi, këtina ja mërmene që e bën, mirë po është punë e ranë. është punë e ranë. Për shembull, përmenen Buhurera, përmenen sahabit, thot, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë hutbe, dhe thot, prej hutbes po e sheh xhamatin, po e sheh njëri të nejtë tën kohën e Rasulullahit hutba në kom. Edhe po i vetë sahabët thot, çfarë është puna e atij që po rrin kom? Tha pejgamberi Zotit, ajo zotu me nejtë në kom. Pra e ka vo betim. Ka thonë që kur Zoti i madhrum ma bën që të mirë, ose ma jep që të begati, thot unë ka me nejtë në kom s'ka me ullë. Edhe s'ka me flajt, edhe ka me agjeru. Tash krejt të vepra në të roma. Mirë për pejgamberi alayhi salatu wasalam i donë dësh, sikur se porosia më nalt. Tha, ai që është në kom, tha let ullet. Pse? Pse këso zotim? Nuk mundet me konë zotimi mirëfilt me nejtë njëri në kom, Allah, se nuk ka dobi. Nuk do zoti që ti me nejtë në kom këtë. Allahu lyp me nejtë në kom kërë koha, kërë stata. Jo me nejtë në kom pa arsye, pa objektiv. Tha, edhe let flanë. Pra mos rrim pa gjumë. Se nuk është zotim. Mirë për agjerim, tha agjerimi le të mon. Sepse agjerimi çka është adhurim. Çka tha pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadithin më herët, tha kush ka bë zotim me ju bind Zotit, e agjerimi është bindje.
Andaj thëllet e mon, kush ka bo betim ose zotim me bo një vepër që është mëkat ose e papërballueshëm, mos e mon. Pra kjo është një prej llojeve të zotimit që njerëzit zotohen për diçka që s'munen me bë. Pra është logjikisht e pakafshme. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e shën një njeri një plak që edhe vetë sahabit edhe vetë Abu Huraira thotë e vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam, o pejgamberi Zot, çka është puna ti plakun? Thotë e pon plakun 2 djemt me 2 krahë të mojshin dhe ecke. Në një transmetim kanë thonë është zotu me ecë, mos me hyp në kafsh, mos me hyp sikur se nam me u zotu, më vallane unë japi besën Zotit që për çdo ditë ka me shku në xhami në kam. S'hypin kjeve. S'hypin automjet. Mos s'hypin as në autobus. Në një transmetim thuhet që ky plaku ka dhënë zotimin me shku në çabë në kam, pra mos me hyp. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë çka është halli i këtij naoj njerëz. Thonë vallahi kë o pejgamberi Zotit ka dhënë zotim se ka me ecë ose ka me shku në çabë në kam. Thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam obligane, urdhërone le të hyp në kafsh, sepse po pejgamberi alayhi salatu wasalam që nuk mundet me përballu. Këtë transmetimin e dytë, kë ka dhënë zotimin për adhurim me shku në çabë. Mirë po, shkumja në çabë, shkumja, çka është mjet. Nuk është objektiv, nuk është synim. Kur flasim për mjete ose rrugë që të çon tek adhurimi, nuk është adhurim. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam kur poshtë nuk mund të tha le të hyp edhe mos të zbaton zotimin sepse nuk është zotim. A është kjo? Edhe një rast tjetër e përmend pejgamberi alayhi salatu wasallam se zotën vjen një grup tek pejgamberi Zotit, thotë pejgamberi Zotit, thotë motra jam thotë është zotu me agjeru një muj. Thotë pa Allahu e ka sprovu dhe Allahu ka dashur ka ndru jetë pa e zbatu zotimin. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë agjero ti për te. Agjero ti si pjesë e familjes për te. Andaj ulema ka thonë i vetmi gjë që vlen dikush me bë për dikonin kur të vdes është me agjeru sikur se ky rasti këtu. Ndërsa për haxh është e dijshme. Pra haxhi bedel pranohet. Mirë po pe adhurime të tjera sikur se namazi ose zakati ose agjerimi, mbas të këtij hadithi kanë thonë nëse është lloji i agjerimit zotim, bën dikush me agjeru për te, por me çun vend zotimin. E qysh shpaguhet zotimi nëse ka dhënë zotimin mundet me bë, po se bën, atëherë e bën sikurse shpagimi i betimit që falum. Mirë po gjithë porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë mos o zotoni, sepse zotimin ka thonë kush e bën? Zotimin thotë e bën njerëzit cilët janë kopratës. Njeriu që është besimtar i sinqert dhe i lidhur me Zotin nuk ka nevojë me zotim. Ai thotë o Allah furnizon. O Allah jepum, o Allah ndihmom. Ai nuk thot o Allah ndihmom, unë kam e bë këtë për ty. A është e qartë? Pra njerëzit që janë me mendsin e kopracit, që ata s'tjepin, janë do shtrëngum, janë zemër shtrëngum, këta t'jepin me kushte, këta t'jepin me situata. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka llogarit këtë punë, sikur se kjo kategori që njerëzit bojnë me njerëzit. Andaj ka thonë nuk është dera e hajrit njeriu me bë zotim. Mirë po pse këto rregulla? Sepse kur e bën njeriu zotimin duhet me majt. Kur të bën njeriu zotimin duhet me majt. E Allah i madhum ka thonë në Kur'an me 10 hadithe. Unë falem me 10 ajete që kur të japni nedhrin ose zotimin zbataje. Kur fol për cilësitë e besimtarëve drejt thot ata ju funë nedhr e zbatojnë zotimin. Kur ka dhënë zotim e çojnë vend zotimin. Pra Zoti i madhrum nuk na thirr me bë zotim. Mirë po nëse e bojmë, na thirr me e zbatu. Po nëse se zbatojmë, duhet me shpagu. Po nëse se bojmë asnjërin, atëherë është gjëna, pe gjënoha vetëm Allah. Allahu Teala lusim me na falem na mëshiru. Me na bë për atyre që hymin nga dera e dijes dhe hymin nga dera e adhurimit që Zoti e don, sepse Allah i madhrum na ka mësuar atë që neve na duhet dhe që është e saktë. Zotimi kontrata kur është shkruan për ndërtimin e xhamisë në rastin tonë. Kjo është zotim, kjo është edhe borx. Kjo është edhe zotim, është edhe borx.
zotimin që falëm na, ka të bëj zotimi që ti ja jep besën Zotit. Pra jam zotu une, o Allah, nëse ma bën të këtë veprim, unë kom e bo këte. Ose lloji i parë që ke, ja jep besën Zotit, o Allah, unë kom e bo qëtë shpërblim, qëtë shpagim. Ndërsa, kontratën që e bojmë na me njerëz, normal me njerëz për Zotin, gjithsesi, kjo është kontratë borxhi. Kjo është kontratë borxhi. Pse pe bojmë qëtë dallim? Sepse individi më thonë, valla unë e kom thonë zotimin, e kom bë kontratën me adhon xhami këto parë, po që nuk po moj, e masi s'po moj, po jo shenja 10 miskina, ose njerëz që kanë nevojë, ose po i veshi dhe del për situati. Jo, kjo është borxh, kjo është premtim. A mundesh me thonë zotim, po kjo këtë bëjmë ma shumë njeri. Nëse kjo e ka zotu mes veti dhe Zotit, ka thonë, o Allah, unë zotohem që kur bëhet kontrata e xhamis, unë kom i dhon kaq. Ose nëse ti o Zot unë begatën me këtë mirë, unë kom i dhon për xhami kaq. Që kjo është zotim 100%. Sepse kjo e ka thonë me Zotin e vetë. Ndërsa nëse jep me njeriu, kjo është kontratë valide dhe kjo është borxh që duhet me u zbatu. Po çka dallimi? Dallimi është se kur të japsh ti premtimin për borxh, ti duhesh me e zbatu. Nëse nuk munesh, është tjetër situatë. Mirë po, nëse munesh, kjo mbetet borxh në premtimin që njeriu e ka thonë, Allahu Teala alem. Pra po du me thonë që borxhi që i premtohet edhe njeriut, edhe që ekziston kontrata, është më e madhe në kita se sa vetë zotimi. Qysh mund me konë më e madhe? Pra pe kondit se e përfshin edhe zotimin, e përfshin edhe borxhin. Edhe pse më shumë është punë premtimi, punë borxhi. Allahu Teala dhe mas mire, sallallahu alaihi ve sellem.